Kombëtarja shqiptare e nisi me humbje kualifikueset e botërorit 2026. Kuqezinjtë e Silvinjos janë mposhtur nga Anglia me rezultatin 2-0 në sfidën e zhvilluar në stadiumin Wembley. Të dy golat e pësuar nga kuqezinjtë ishin pa kujdesi e repartit të mbrojtjes. Në golin e dytë ishte Arlind Ajeti ai që nuk mbylli siç duhet sulmuesin anglez Harry Kane duke I dhënë mundësinë të shënonte. Pikërisht për këtë moment është vetë qendërmbrojtësi I kombëtares shqiptare I cili ka reaguar në rrjetet sociale. Më vjen keq për golin e dytë, megjithatë duhet të shohim përpara. Rruga është e gjatë, shkruan Arlind Ajeti në Instagram. Shqipëria I nisi me humbje kualifikimet për Kupën e Botës 2026 duke u mposhtur 2-0 nga Anglia në Wembley. Pas një fillimi të fuqishëm, vendasit kaluan në epërsi në minutën e 20 kur Jude Bellingham dhuroi një pasim perfekt për Lewis Skelly I cili me një goditje të saktë e kaloi topin mes këmbëve të Thomas Strakoshës. Me këtë gol talenti I Arsenalit u bë lojtari më I ri në histori që shënon në debutimin e tij me Anglinë. Shqipëria filloi të reagonte gradualisht, por Anglia mbeti më e rrezikshme në sulm. Bellingham u ndal nga Strakosha me portierin ton që shmangu një gol të sigurt, ndërsa Berat Gjimshiti bëri një ndërhyrje vendimtare për të ndaluar një gjuajtje të Harry Kane me portën bosh në vazhdimin e aksionit. Pak minuta më vonë Den Burn tronditi traversën me një goditje me kokë. Në pjesën e dytë Shqipëria mbajti më mirë mbrojtjen duke mos lejuar Anglinë të krijonte raste të pastra. Kane pati një mundësi të mirë me kokë, por nuk e shënjestroi portën. Megjithatë në minutën e 77 kapiteni anglez vulosi fitoren me një gol të shkëlqyer pas një pasimi të Declan Rice. Kjo fitore e çon në 7 numrin e fitoreve të Anglisë ndaj Shqipërisë.